E falenderoj shumë për angazhimin e Korporatës Energjetike Kosovës në lokalitetet tona e në veçanti për kujdesin që e ka për banorët e komunës Obiliqit. Falenderoj shumë për kontributin që po e bëni jo vetëm për komunën Obiliqit, por për krejt Republikën e Kosovës për furnizim e energji elektrike. Sigurisht na si komunë do të rrim ofër Korporatës Energjetike të Kosovës për çdo gjë që ajo ka nevojë. Do t'i shtyjmë përpara, siç biseduam edhe me drejtorin, do t'i shtyjmë përpara edhe shumë projekte madhore që janë për të mirën e vendit tonë, dheut tonë. Edhe uroj përzakonisht një sukses edhe një vendimmarrje në të mirë të qytetarëve të Obiliqit. Ne si Korporatë Energjetike e Kosovës kemi shumë projekte strategjike që po vinë në këtë fazë. Pas shumë dekadave më në fund po fillojnë disa projekte që kanë me rrit prodhimin, kanë me rrit sigurimin e furnizimit, kanë me zgjatje gjatësinë e këtyre termocentraleve mirë, po çka është më e rëndësishme për komunën e Obiliqit, edhe komponentën ambientale që kemi modernizuar. Do thotë ne po investojmë dhe po ndikojmë direkt në përmirësimin e cilësisë jetës së qytetarëve përmes projekteve që i kemi për modernizim dhe faktikisht rritje të kapacitetit. E kemi parkun solar fotovoltaik mbi 100 MW, me të cilën do të investojmë ne edhe qeveria gjermane. Kërkuam mbështetje institucionale në aspektet e pëlqimeve mjedisorë, lejeve ndërtimore dhe procedurave tjera administrative, por më siguruar që këto projekte po ecën në kohë dhe në kohë vonesa, sepse janë projekte strategjike. Duke pas parasysh që Korporata Energjetike e Kosovës e ka dhe përgjegjësinë sociale ndaj rrjetit, ndaj komunës, ku dhe i ka operimet e saj. Edhe e njoftova kryetarin e ri që ne do ta përfshojmë buxhetin që e kemi për projekte për komunitetin,